Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la rasul lavdrojm. I çojm salavat e selam me pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Po vazhdojmë me dersin me lejen e Allahut. Javën e kaluar kemi filluar ose kemi shpjeguar rreth ngjarjes që kemi thonë ka qenë ngjarja më e vështirë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ashtu që ka dëshmuar edhe ai për veten e tij, pra ngjarjen e shkuarjes së tij në Taif dhe rrethonat dhe ballavaqimet të cilat i ka pasur në këtë vend. Kemi shpjegu në përgjithësi ato ballavaçime dhe me si janë qas banorët e Taifit, Banu Thaqifi me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe si e ka menaxhuar ai veten Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, veten e tij ka shtyne, dhe kemi mbete rrethana që meleku i kodrav ja ofroi mundësinë me lejen e Allahut të Madhërisht kuptohet që edhe të hakmirët, me thonë kushtimisht, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam si shkak i refuzimit edhe talljes së nënçmimit që i bënën atij, megjithatë ai nuk pranoi asesi me qenë nga ata të cilët i hakmirët njerëzve për shkak asaj rrethane, edhe kështu edhe e manifestoi dhe dëshmoi edhe realitetin e ardhjes së tij në këtë dynjë, për arsye se ashtu siç ka thënë edhe Allahu xhalla wala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dhe nuk të kemi dërguar ty o Muhammed veç se rahmet, mëshirë për krejt alemin, do thotë për krejt gjithësinë, për krejt botën, domethënë jo vetëm njerëzit, po në përgjithësi do thotë për krejt botën. Edhe kjo e ka dëshmuar, do thotë kjo ardhje edhe dërgim i tij për arsye se asesin nuk ja u ka dasht shkatrimin edhe shfarosjen edhe atyre njerëzve të cilët ndoshta në një formë apo tjetër edhe e kanë, me thonë kushtimisht, e kanë meritu për arsye se nuk ka qenë vetëm refuzim edhe mospranim i pasimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por nënçmim edhe gjujtje edhe nxjerrje e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nga qyteti i tyre. Tash mund dal vetëm në 2-3 pika që janë të rëndësishme me bë një analizë të përgjithshme të asaj që kemi shpjeguar edhe javën e kaluar, është se me e kuptu realitetin e sprovës. Se njeriu në këtë dynjë dashti apo nuk dashti, është besimtar apo s'është besimtar, është përderisa jeton në këtë dynjë, patjetër do të ballafaqohet me sprovën. Dhe sprova vjen në rrethana edhe situata të ndryshme. Nuk është tek krejt njerëzit e njëjtë, tek disa është, pra dallon, nuk është e njëjtë tek të gjithë. Prandaj, vërtet ata njerëz të cilët kur thojnë pse veç mua ka gjetë kjo, ose pse që këta tjerë, nuk e ka kuptuar realitetin kësaj dynjaje. E dini, domthonë njerëzit kur e vajtojnë, me thonë kushtimisht veten e tyre, ose kur e shohin se në farë situate të vështërësisë mundet me gjetë, që realisht mundet me qenë kjo, pastaj fillon me e perceptu dhe qëra unë ku jam, që këta tjerë ku janë. Me një fjalë fillon me e qit veten e vet në një pozitë që ai është i sprovumi kurse të tjerët jo. A ky realitet nuk është fare. Për arsye se të gjithë njerëzit ballafaqohen me situatën dhe rrethanën e sprovës. Por ka qenë urtësi e Zotit Madhërisht që në këtë sprovë apo në sprova me të cilat ballafaqohen njerëzit, që Allah xhalla wala me urtësinë, vullnetin dhe dëshirën e tij të zgjedh njerëzit ashtu që është din ai, se qysh të sprovohen ata. Pra, andaj edhe dikush sprovohet me luftra, dikush sprovohet me fukarallak, dikush sprovohet me smundje, dikush sprovohet me humbjen apo vdekjen e të afërmve apo të dashurve apo njerëzve që i ka, do thotë, të zemrës, dikush sprovohet me kështu, do thotë, janë shpërndame tek njerëzit çashtu që ka dashur Allahu i Madhërisht sipas urtësisë së tij. Edhe në këtë, pra, nuk janë kanë veçum edhe njerëzit më të afër që na ndoshta mujna me thon kushtimisht që këta janë, do thotë, njerëzit të zgjedhurit e njerëzimit, pejgamberët e Zotit,
Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, andaj edhe sprovat e tij janë kanë diçka më specifike. Jo e kundërta. Sprovat e tij kanë qenë edhe më nivele do thot më të vështira, ashtu qysh ka shpjeguar edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për veten e tij që vërtet njeriu i cili ka iman dhe ka takvallëk, sprova e tij të thot është edhe më e madhe për shkak të saj që më ngrit Allahu xhala wala në gradat e larta në xhennet. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ballavaçuar me këtë sprovën që e përmendëm javën e kaluar, që ka qenë pra kur Aisha e ka pyet cila ka qenë, a ka pas diçka më të vështirë se sa dita e Uhudit, kur është plagos Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka thyer do thotë dhëmballët e tij, këtë do ta shpjegojmë kur vim te rendi, po e shohim që sprova fizike ka qenë Uhud më e madhe se sa në Taif. Megjithatë ajo emocionale, psiqike, shpirtërore ka qenë më e madhe në Taif. Prandaj edhe e ka vlerësu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që ka qenë sprovë më e madhe. Që me një fjalë do thotë nganjëherë që kanë thonë këtu njëherë edhe faktikisht ky është realitet, domthonë plaga që ta bën fjala është shumë më e madhe se sa plaga që ta bëhet fizikisht, apo dhe kjo është realitet, edhe vetë te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po dëshmohet se nganjëherë njëri mundet mu plagos ose mu dëmtu fizikisht diçka, po një dëmtim që mundet më ardh me fjalë ose me ranim do thotë shpirtëror ose emocional, mundet me kanë shumë më e rëndë se sa ajo fizike, çashtu që i ka ndodhur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj rrethana tjetër që është e rëndësishme për muslimanin me pa në realitetin e sprovës është edhe kjo se njeriu me sprov kalitet. Me sprov kalitet. Çka do të thonë kalitet? Ju po e shihni shumica sahabëve posaçërisht në intervalin e Mekës janë ballavaçuar me vështirësi. Nuk është që e kanë gëzuar ndonjë ditë të mirë në Islam, me thonë kushtimisht, por kjo i ka bë të fortë edhe të fuqishëm edhe imun, pastaj edhe e ka domethënë edhe pas shpërnguljes në Medinë, do thotë ka dalë prej tyre ai kualitetin, kuptimin e besimit edhe aktivitetit edhe prurjes që kanë bërë pastaj muslimanët në përgjithësi kur kanë dalë në Medinë. Për arsye se pas vështirësisë, domthonë edhe mundit, kaliten burrat, edhe njerëzit. Jo do thotë e kundërta, në rahati, në luks, edhe në kushte të mira, nuk mundet mu formsu burrat, edhe të fuqishmit. Po në vështirësi edhe në ballavaçime të vështira, edhe në sfidat e rënda të cilat mundet mu ballavaçu, atëherë kalitet burri edhe njerëzit edhe del të thotë realiteti. E keni parasysh, kjo është e rëndësishme me pas parasysh, prandaj edhe urësia e sprovës që ka ndodhur në Mekë ka qenë më kjo. Që njerëzit të përgatiten dhe të forcohen dhe të krijojnë atë imunitetin, pastaj do thotë të japin rezultate pozitive në aktivitetin që do ta bëjmë pastaj në Medinë. Kjo është e rëndësishme me pas parasysh dhe çështja tjetër që është e rëndësishme gjithashtu në lidhjen me këtë ngjarje të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është edhe çështja e suksesit ose mos me e shiku vetëm nga aspekti negativ ose aty në gjanave jo të mira, me thonë kushtimit që i ka ndodhur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po e shohim që faktikisht në këtë udhtim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam prap ka arrit me një sukses që ishte, çfarë suksesi ishte? Që i kishte pranuar Islamin Abbasi. Do thotë ai shërbëtori, do thotë ka pranuar Islamin edhe në krejt këtë do thotë në çmim, edhe përqeshje, edhe tendencë e refuzimit apo nënçmimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam del dikush që nuk ishte prej tyre fare. Do thotë as nuk ishte nga arabët, nga banorët, atyre njerëzve del edhe ai ja puth kamët edhe durt edhe e pason edhe e pranon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se ky njeri nuk është një njeri i thjeshtë. Dhe ju thot atyre se ky njeri nuk është një njeri i thjeshtë. Ky është një njeri që vërtet do thot din gjëra që nuk i din kurkush përveç tij.
që faktikisht e ka besu për pejgamber edhe e ka pasu atë. Dhe e fundit që është e rëndësishme është se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam masi që është ballavaçuar me këtë vështirësi, e ka nis udhimin edhe ka filluar me u kthy në Mekë, e kemi përmend si është futur në Mekë dhe kush e ka marrë në mbrojtje, këto e kemi shpjeguar, po gjatë mbrëmjes kur ka ardhur nata, kanë dalë me pushu, për arsye se rrugtimi prej Taifit në Mekë 70 kilometra mundet me qenë për afërsisht 2 ditë, pra nuk është një rrugë e shkurtë me bën kam. Edhe kur është ndalë në mbrëmje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me pushu, ka fal namaz natë. Ju e dini që deri në këtë kohë ende nuk ishte obligativ, domthonë nuk falej 5 kohët e namazit, çështu që i falim ne. Po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka fal namaz nafile, kohë pas kohë, posaçërisht namazin e natës. Madje edhe ulemat kur e shpjegojnë këtë çështje thonë që për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam namazi i natës ka qenë obligativ. Do thot me e fal, do thot vazhdimisht e ka fal Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se aty e ka qetë pushi, prehjen edhe qetësinë edhe komunikimin me Allahun e Madhreshëm. E çfarë ka ndodhur në njërin prej këtyre netve kur është ndalë me u fal namazin, duke fal namazin, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka lexuar me za pjesë nga Kurani, edhe kanë kalu ashtu që shpërmendet edhe në hadithe të sakta, po edhe në Kur'anin famlar, në surën Al-Ahqaf, përmendet se një grup prej disa e gjinve, ju e dini botën e gjinve, janë njerëz, do thotë, janë krijesa që Allahu xhalla wala i ka kriju, dhe jeta e tyre është prapërsisht sikurse jetesa e njerëzve në këtë dynjë, megjithëse ata nuk kanë me thon kushtimisht trupa fizik, sikurse nuk janë dukshëm e kështu me radhë, kanë disa specifika të veçanta, por edhe në mesin e tyre ka besimtar edhe jo besimtar. Ka njerëz të mirë dhe ka njerëz të këqij. Domthonë në realitetin edhe natyrën e tyre janë të njëjtë sikurse njerëzit, pra nuk janë sikurse melaçet që janë të pagabueshme, edhe që bëjnë veprime vetëm të mira, janë do thotë ata që i nënshtrohen edhe gabimit, edhe suksesit, pra janë krijesa që Allah xhalla wala i ka kriju në njëjtin formë sikurse njerëzit, por se ata janë të krijuar prej zjarrit, kurse njerëzit janë krijuar prej dheut. E aty tregohet se një grup i gjinëve kanë qenë duke kaluar atë Wadi Nakhla i thonë, ai vendi ku është ndalë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe kanë qenë do thot një grup që kanë kalu andej, nuk kanë qenë do thot të atij vendi, po kanë qenë kalimtar, edhe kanë pa leximin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe janë ndalë edhe kanë dëgjuar. Edhe kanë pa që kjo çfarë po lexon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është një lexim i thjeshtë, pra edhe kanë besu Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo ngjarje përmendet në surën Al-Ahqaf, ajeti 29 deri në 32, ku thot Allah xhalla wala wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mudbirin. Po thot Allah xhalla wala, dhe kur ne i bënëm që një grup të gjinëve të afrohen ty gjatë leximit të Kur'anit, pra në mbrëmje, gjatë namazit, edhe kur kanë prezantuar edhe kanë dëgjuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, domosdoshmë i kanë thonë janë tjetër, dëgjoni shuni, dëgjojeni se çfarë po thret, edhe pas kësaj janë kthy po te populli i tyre të çuditur. Edhe i kanë thonë, o populli ynë, na e kemi dëgjuar një libër që i ka zbrit dikujt mas Musës a.s. Është fjala mas pejgamberit Musa a.s. Musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim, që është do thotë vërteton atë që i ka zbrit pra pejgamberëve më herët, edhe sqaron apo i udhëzon njerëzit në rrugën e saktë. Edhe ata i thrasin pra popullin e tyre në atë që kanë dëgju, edhe faktikisht edhe ky grup e gjinëve e pasojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo ngjarje pra ishte një ngjarje që ka ndodhur në këtë rrethana, në këtë situatë, që e marrëm edhe si
ndodhi me anë të së cilës Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse është refuzuar pra nga populli i tij edhe nga Banu Thaqifi, megjithatë pra kanë qenë të tjerë që e kanë pasu, edhe pra kjo fe nuk është një fe e cila ndërlidhet me prej ardhje, apo me afërsi, apo me të njohshëm, apo me pozitë e kështu me radhë, po është diçka që e zgjedh njeri që dëshiron edhe është i sinqert me veten e tij dhe don me pasu të vërtetën, atëherë edhe Allahu xhalla ualla ja mundson atij me pasu këtë të vërtetë dhe mu bë pej besimtarëve të sinqertë. Pra këto ishin disa nga pikat që ndërlidhen me këtë ngjarje të jashtëzakonshme, dhe ajo që vjen pas kësaj gjithashtu është një ngjarje e jashtëzakonshme e cila ka ndodhur. Ajo është fjala është për ngjarjen e Isras edhe të Mirajit. Një ngjarje që vërtet ka qenë e jashtëzakonshme dhe mrekulli, posaçërisht për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pra një mrekulli me të cilën Allahu xhalla ualla e ka gradu pejgamberin tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kemi përmend në fillim që ky në vitin në cilën jem ka qenë viti në cilën i ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ebu Talibi, axha i tij, ka qenë vit në cilën i ka vdek gruaja Khatixheja, gjithashtu ka qenë edhe viti në cilën i ka ndodhur edhe kjo ngjarja e Taifit. Prandaj edhe si në terminologji ose në shpjegim, ky vit quhet viti i pikëllimit apo i mërzisë, Amul Huzn. Kështu njihet në historinë islame, në sire, për arsye se është këto ngjarje që kanë ndodhur një pas një me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë ngjarje që vërtet kanë qenë të mërzitshme për vetë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe për sahabët, për arsye se janë ballafaqur me vështirësi të cilat kanë ardhur njëra pas tjetrës, dhe mu në këtë kohë, pas disa muajve apo pak muajve, ndodh edhe një ngjarje që është faktikisht, me thonë, realiteti i kësaj jete, se inna ma'al usri yusra, se pas vështirësisë vijnë lehtësimet. Dhe këtu do thotë ai momenti kur kanë fillu pra lehtësimi për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Lehtësim e kam fjalën në kontekstin se për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë një ngjarje shumë e veçantë, edhe pra ka qenë një mrekulli që është ndërlidh posaçërisht me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për arsye për ndryshe për të tjerët, edhe për besimtarët ka qenë një sprovë. E keni parasysh, për arsye se ka qenë një ngjarje që me kaset edhe janë tentuar dhe mutal me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur e ka publikuar, me thon kushtimisht, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë ngjarje. Por për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë e jashtëzakonshme për arsye se këtu do thotë Allahu xhalla ualla e ka ngrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe pra ja ka tejkalu të gjitha ato ballafaqime të mërzisë me të cilat është ballafaqu gjatë atyre asaj kohe që i ka ndodhur ato vështirësi edhe ato mërzi. Pra për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë një lloj rifreskimi edhe një lloj forcimi në emanetin dhe në atë pejgamberin me cilën ngarkohej vazhdimisht. Pra për të ishte një fuqizim shumë i jashtëzakonshëm që i ka ndihmuar edhe ka qenë pas së cilës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndi veten jashtëzakonisht të mirë, edhe e ka fituar pra atë fuqinë pas atyre ballafaqimeve të cilat i ka pasë më herët. Pra është fjala për ngjarjen e Isras edhe Mirajit. Tash do të ndalemi, pra nuk mundemi sot me e përmbyll këtë ngjarje tërësisht, për arsye se ka shumë gjëra të cilat shpjegohen në këtë ngjarje, po do të fillojmë ngadalë të shpjegojmë disa ngjarje apo gjëra që ndërlidhen me këtë ngjarje, derisa ta përmbyllëm edhe plotësojmë të gjitha ato informatat edhe gjërat që ndërlidhen me këtë ngjarje. Fillimisht Al-Isra edhe Miraj. Çka do të thonë Israja edhe çka do të thonë Miraji?
në gjuhën edhe të natë popullit e kujtojmë edhe e njim edhe nuk është diçka e panjohur, zakonisht kur ndodh koha me thonë kushtimisht e kremtimit apo festimit të kësaj kohe, të kësaj ngjarje, që prap ndalem tek evidentimi si i datës, që e sakta është që nuk dihet qartë kur ka ndodhur. Madje disa thojnë se kjo ka ndodhur shumë më herët, disa thojnë pak shumë më herët e kanë fjalën edhe para vdekjes së Hatixhes e Ebu Talibit e kështu me radhë, që nuk është e saktë, por e saktë është që ka ndodhur mas vdekjes së tyre dhe kjo është e vërteta. Po cili muaj saktësisht nuk është e qartë. Disa kanë thonë në muajin Rabiul Awwal, që është do thot i njëjti muaj në cilin ka lindur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, disa të tjerë kanë thonë ka ndodhur në Rabiul Akhir, një muaj më vonë, disa të tjerë kanë thonë në Rajab dhe kjo është më e njohura që evidentohet në për takvima, në për asaj se domthon është në muajin e Rajab, që faktikisht nuk edhe këtu ka dilemë, shumë ka prej dietarëve që anojnë që ka qenë në muajin Rabiul Awwal. Po sidoqoftë na e kemi përmend edhe prap po e potencojmë në këtë kohë, edhe zakonisht nuk ka qenë traditë e arabëve evidentimi i gjanave do thot me data të caktuara. Domthonë nuk ka qenë kulturë kjo, e ka ndërlidh me ngjarje të caktuara dhe kjo ngjarje nuk është evidentuar. Prandaj edhe posaçërisht ngjarjet që kanë ndodhur në intervalin e Mekës nuk është që dihen shumë qartë me datë edhe me muaj se kur ka ndodhur. Po për afërsisht domthonë përmendet për arsye se nuk ka qenë qysh me thonë interesim i asnjërit nga këta që kanë shkruajt fillimisht në sire apo kanë shpjeguar sirën që të hulumtojnë datat eksaktësisht. Pra e rëndësishme kanë qenë për ta evidentimi i ngjarjes se sa kur ka ndodhur kjo. Ndoshta kjo me kalimin e kohës, posaçin kohën bashkëkohore, tash i jepet rëndësi të madhe evidentimit saktësisht kur ka ndodhur orën, datën, minutën e kështu me radhë, që më herët kjo nuk ka qenë shumë pjesë e interesimit të njerëzve shumë. Andaj edhe nuk i kanë kushtuar ndonjë rëndësie të veçantë. Ju e dini edhe pas hijretit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk kanë bërë evidentime të tilla. Kjo ka ndodhur tek në kohën e kujt Omerit radiallahu ta'ala anhu, kur shteti islam u zgjeru, u bë shumë i madh, edhe tash kur ai u shkruante Omeri radiallahu ta'ala anhu disa informacione apo kërkesa valive që kishin në për qytetet e ndryshme që për të arritur letra ndoshta duhej javë, e ndoshta edhe muaj dhe i të shkon, e tani kur u arrinte letra atyre valive, nuk e dinin tash për ndonjë situatë apo bëhet kur do të me e fut do thot këtë ligj ose këtë gjë apo këtë çështje me vepru, prandaj edhe i është bërë kërkesë Omerit radiallahu ta'ala anhu që të evidentohen këto komunikime mes tyre me data të caktuara që dihet kur është shkruajt ky vendim edhe kur kërkohet të zbatohet. Domthonë për arsye se ndoshta disa kërkesa që u vinin atyre nuk ishin të logjikshme më pasi që u ka kalu mujt, edhe ka kalu një kohë gjatë, edhe për shkak të këtyre kërkesave, atëherë Omeri radiallahu ta'ala anhu me konsultim me sahabët vendosin që të bëjnë do thot një evidentim data duke fillu kohën e hijretit, që ka qenë një ngjarje më e jashtëzakonshme që ka ndodhur për muslimanët, edhe kjo ka ndodhur pra vite pas hijretit, pastaj ka fillu evidentimi i këtyre datave. Prandaj kjo është do thot realiteti, jo pse nuk domthon faktikisht ndoshta në kohën bashkëkohore, nëse s'ka evidentim me data mundet me qenë do thot edhe lajmi jo i qartë apo jo i sigurt. E që faktikisht në këto ngjarje nuk ndërlidhet me këtë për faktin se ata nuk kanë pas interesim në evidentimin e datave deri në kohën e shënimit që është bërë në hilafetin e Omerit radiallahu ta'ala anhu. Kjo ishte do thot pika e parë, sa i përket ngjarjes se kur ka ndodhur. Po e sakta që thash pak më herët është që ka ndodhur mas vdekjes së Hatixhes
edhe Ebu Talibit, edhe ngjarjes së Taifit, që edhe për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë një lloj rifreskimi edhe realiteti i asaj që vërtet pas vështirësive vjen lehtësimi. Tash pika tjetër, çka do të thonë Isra dhe çka do të thonë Miraj. Fjala Isra është prej, do të thonë, është me thonë mazdar apo infinitiv i fjalës Esra, Yusri apo Sara, që nëse përkthejmë në shqip, do të thonë me ec, me shku dikun, me udhtu, po jo me udhtu me çfarë do mjeti, me udhtu tu ec në kuptimin e natën, jo ditën. Do të thonë, nëse thuhet Esra, do të thonë të na në shqip nuk kemi ndoshta ndonjë shprehje adekuate që kur themi po ec, themi ec natën ose ec ditën. Te arabët kur përdoret fjala Esra, është për qëllim ka ec natën, jo ka ec ditën. Do të thonë çit kuptim e ka në aspektin gjuhësor. Me ec natën, kurse në aspektin terminologjik, me thonë, kur themi Israja, është për qëllim shkuarja apo udhëtimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam prej Mesjidil Haramit, pra prej vendit të Mekës në Mesjidil Aqsa, në Jerusalem, në një pjesë të natës. Do të thonë udhëtimin që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej Mekës në Mesjidul Aqsa e ka quajt apo quhet Isra. Për arsye se e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam udhëtimin natën. E tash mënyrën çysh e ka bërë ato sene do t'i shpjegojmë tutje, po tash po e shpjegojmë vetëm kuptimin e kësaj fjale. Kurse fjala Mi'raj është do thotë ka kuptimin prej Araja apo nëse përkthejna në shqip është diçka me hyp nalt. Mund gjit nalt. Ka çet kuptim. Mi'raj do të thonë është ajo ngritja, do të thonë kjo është në aspektin gjuhësor është që kjo ngritja. Mund ngrit diçka nalt. Me diçka me shku nalt. Do të thonë çet kuptim e ka. Fjala në terminologji është për qëllim pra ngritja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam prej Jerusalemit në qiellin e shtatë që e ka bërë do thot një lloj udhëtimi apo ngritje e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe kjo në një pjesë të natës, dhe është kjo pozicioni apo ngritja në cilën ka ndodhur disa ngjarje, aty është bë obligim edhe falja 5 kohëve të namazit, ashtu siç do t'i shpjegojmë tutje kur flasim për ato ngjarjet më konkrete të cilat kanë ndodhur gjatë kësaj ngjarjeje. Pra, kur themi Isra është për qëllim udhëtimi prej Mekës në Jerusalem, edhe Mi'raj është prej Jerusalemit në ngritje në qiellin e shtatë edhe përmit shtatin që ka udhëtu edhe ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky është për qëllim pra Israja edhe Mirajin. Sa i përket vërtetimit të kësaj ngjarje, themi vëllezër të nderuar se vërtet kemi përmend periudha mekase është 13 vite, apo? Dhe ka ngjarje të cilat kanë ndodhur, po në krahasim me ngjarjet të cilat përmenden në periudhën medinase, do të thonë mas hijretit, që është kohë më e shkurtë, 10 vite, shumë më shumë kemi informacione për këto 10 vite që kanë ndodhur se sa këto 13 vite. A keni parasysh? Për arsye se edhe numri muslimanëve ka qenë më i vogël, edhe rrethanat nuk i kanë bërë që të evidentohen këto ngjarje. Për dallim do thotë në mas hijretit rrethanat kanë ndryshuar, edhe njerëzit kanë marrë mend dhe ka pas më shumë njerëz e kështu me radhë. Mirë, po në ngjarjen e Isras dhe Mirajit është një ngjarje që më shumti nga krejt ngjarjet në këto 13 vite që janë përmend, është një nga ngjarjet që më shumti kemi dhëna. Nuk kemi për këto dhëna më shumë se sa ndonjë ngjarje tjetër. Për shembull Taifin, ose me thonë ngjarjen e hijretit në Abiseni, ose ngjarjen e qysh i ka ardhur shpallja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në fillim, ato ngjarje të cilat i kena përmend përgjithësi, që kjo ngjarje që më shumë ti kemi dhëna, më shumë ti kemi hadithe dhe më shumë ti përmendet do thotë edhe kemi informacione në lidhje me këtë ngjarje. Kjo është do thotë ajo çka duhet me pas parasysh. Po gjëja tjetër e cila është e rëndësishme me e ditë në këtë çështje është edhe fakti se
Kjo ngjarje është përmendur edhe në Kur'anin famlar, në surën Al-Isra, ku Allahu i Madhërisht e ka filluar surën me ajetin ku thot Subhanalladhi asra bi abdihi lejlan min al-masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ku Allah i Madhërisht në fillim të surës po qoft i lartësum, qoft i pastër Allahu, i cili e ka ba me udhtu robin e tij, është fjala për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, natën prej Mesjidil Haramit në Mesjidil Aqsa, domthon është Jerusalemi. Mesjidil Haram është për qëllim Qabja, edhe Haram në gjuhën arabe është pe fjalës haram, domthon që aty është i ndaluar vrasja, domthon luftrat e kështu me radhë, prandaj edhe quhet do thotë që është pra vend i ndalesave, që të kuptim e kanë nga aspekti gjysor. Domthon vendi i ndalesave, që domthon është vendi i shenjtë, që zguxon aty me bë diçka që te i kalon kufit. Ai keni parazysh, zbon me prej drun, zbon me edhe gjinohi do thotë është më i madh e kështu me radhë, domthon vrasja, mbytja e kështu me radhë do thotë është i ndaluar, prandaj edhe quhet Mesjidul Haram, pra vendi, xhamia ku janë ndaluar do thotë të gjitha gjërat. Mesjidul Aqsa është quajtur Aqsa, është për qëllim Aqsa do të thotë diçka që është shumë e largët, do të thotë diçka që është larg. Për arsye se në krahasim me Mekën, Aksaja është shumë larg, disa qindra kilometra është do thotë prej haremit. Prandaj edhe e ka quajtur Allahu xhela ala Aqsa, që është do thotë xhamia e largët. Xhamia e ndalesave është do thotë Mekë dhe xhamia e largët në krahasim me haremin apo me Mekën. Në çet kuptim e ka përmend Mesjidul Aqsa. Pra Allahu xhela ala ja ka mundsuar robit të tij me bë udhtimin prej Mesjidit Haremit, do thotë Mekës, në Mesjidul Aqsa, alladhi barakna hawlahu. Allahu xhela ala bad Aqsa do thotë këtë Jerusalemin, të cilën e kemi bë të bereqet shumë edhe tokat apo vendet për rreth tij. Është fjala në përgjithësi Shami. Në përgjithësi do thotë këto vendet që janë për afër Mesjidit Jerusalemit, Allah xhela ala po i quajnë se janë do thotë vende të bereqetshme. Bereqetshme edhe në kuptimin konkret, fizik, për arsye se vërtet janë vende që japin frute të ndryshme, pra nuk është sikurse Mekja që është kretin, lugin, kodra, domthonjë që nuk ka bereqete të shumta që dalin prej tokës, në Aqsa do thotë ka lument, ka do thotë të ardhura, do thotë është tjetër bereqet jep, edhe për çfarë e ka thujt Allahu xhalla ala, edhe në kuptimin fizik, me thon konkret, po edhe në kuptimin e bereqetit të ekzistimit të atij vendi, për arsye se konsiderohet që është vendi i pejgamberëve. Aqsaja, që ka pas shumë pejgamber, do thotë njerëz të mirë, edhe në këtë kuptim do thotë e ka thujt Allahu xhalla ala barakna hawlahu, do thotë e kemi bërë bereqet shumë atë vend edhe atë që ka është për rreth tij. Do thotë i ka dy kuptimet, edhe kështu i komentojnë ulemat kur e ka përmend Allah xhela ala që i kemi bërë bereqet shumë atë vend dhe për rreth tij. Vazhdim bot linuriyahu min ayatina, që t'ja bëjmë me i pa kush Muhamedi sallallahu alaihi wasallam disa nga argumentet apo shenjat tona, që Allah xhela ala po i referohet me këtë ajet atyre ngjarjeve edhe gjërave që i ka pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjatë udhimit, disa prej të cilave na u kanë përcjell neve në hadithe të ndryshme, që kanë qenë do thotë ngjarje shumë të jashtëzakonshme edhe të veçanta, që kanë tregu edhe vlerën edhe rëndësinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në krahasim me edhe me pejgamberët të tjerë në përgjithësi. Innehu huwa as-sami'ul basir, vërtet Allahu është ai i cili dëgjon, dëgjimi i tij është absolut edhe shikimi i tij është absolut. Ky është pra ajeti që argumenton në fund qartë Isran. Apo e cili është argumenti që vërteton Miraxhin, fillimisht nuk ka ndonjë ajet të drejtë për drejtë që e vërteton Miraxhin, domthonë prej Kuranit famlar. Përpas që janë disa ajete që kuptohen
që i referohen do thot kësaj ngjarje të jashtëzakonshme që është fjala për mirazhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo ngritjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej Mesjidul Aqsas në shtatë qetë do të lart. Dhe fjala është për ajetet në surën An-Najm, ajeti 13, 14, 15, 16, 17, 18. Këto ajete po thot Allah xhalla ala kështu: "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha as-sidratu ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra." Ku Allah xhalla ala po fol për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe për jetimet e tij që i ka pas në gjatë këtij udhëtimi në Miraj, se si do thot ato që i ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është domosdoshmë që kanë i ka pas do thot në formë devijume, edhe po thot që gjithashtu ato ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa nga shenjat e mëdha që Allah xhalala ja ka dëftu edhe ja ka bërë që ja ka mundsu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mi pa në atë udhëtim. Pra ky ajet tregon qartë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i referohet pra ngjarjes së Mirajit, edhe pse nuk përmenden në formë të drejtë për drejtë, mirë po komentatorët e këtyre ajeteve, gjithashtu edhe sahabët në përgjithësi, tregojnë se ka të bëjë me ngjarjen e Mirajit, do thotë ngritjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në qiellin e 7 edhe më lart. Këtë e tregon edhe Ibn Kathiri dhe shumë të tjerë që kur i komentojnë këto ajete thonë që është për qëllim pra kjo ngjarje. Kurse sa i përket haditheve, kemi hadithe të shumta që pothuajse të gjithë koleksionuesit e haditheve, posaçërisht Buhariu edhe Muslimi, përmendin disa hadithe që aludojnë dhe shpjegojnë këtë ngjarje që ka ndodhur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe shpjegojnë ato ngjarje që do t'i disa nga këto hadithe do t'i shpjegojmë gjatë shpjegimit të ndodhive që konkrete të cilat kanë ngjarë gjatë këtij udhëtimi të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çështje tjetër që është e rëndësishme me e pas parasysh në këtë rrethon është edhe një diskutim, me thonë kushtimisht akademik ose diskutim shkencor që është bë mesin e njerëzve edhe dietarëve në përgjithësi. Ajo është fakti se a është bë udhëtimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam prej Mekës në Mesjidul Aqsa, pastaj prej Mesjidul Aqsas në Miraj, do thot në qiellin e 7 dhe më lart, i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam është bërë me trup fizik edhe me shpirt, apo është bërë vetëm me shpirt, do thot jo edhe me trupin fizik. A keni parasysh diskutimin? Ky diskutim bëhet dhe disa prej njerëzve, posaçërisht që edhe në kohën bashkëkohore që janë ndikum nga rrethonat e racionalizmit edhe logjikës, edhe nga tendenca që mja u bë më të pranueshëm pejgamberinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kanë supozu që mund të ketë ndodhur ngritja dhe kjo ngjarje mund të ketë qenë vetëm në aspektin shpirtëror, jo edhe fizik. Me një fjalë, trupi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka mbetë në tokë, në gjumë, me një fjalë, domthonë çashtu që ka qenë i shtrirë, dhe vetëm shpirti i tij e ka bë udhëtimin edhe i ka pa ato përjetime në përgjithësi, e jo se ka ndodhur udhëtimi konkret. Mirë, po kjo nuk është e saktë. Dhe e sakta është që ka ndodhur udhëtimi edhe me shpirt edhe me trup. Madje disa kanë thënë që ka qenë ëndër, domthonë nuk ka ndodhur fare as me trup, as me shpirt, po ajo që ka ndodhur ka qenë ëndër, që e ka pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe ëndrat e pejgamberëve e dim që janë të sakta. Nuk është domthonë vetëm iluzione ose të pavërteta, po janë do thotë sakta, edhe kanë thënë që përjetimet i kanë di pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vetëm në ëndër. Edhe kjo është do thotë një pretendim dhe një qasje që faktikisht të dyjat pra nuk janë të sakta dhe nuk janë të vërteta, dhe e sakta tek ehli suneti
Pra disa grupacione, sikurse Mu'tazilit, ata që japin përparësi logjikës edhe racionalizmit, karshi citateve, është që kanë thonë që ka ndodhur vetëm me shpirt ose ka ndodhur vetëm ëndër. Te ehli suneti është që kjo ngjarje ka ndodhur edhe me trup edhe me shpirt. Ka ndodhur do thotë me dy format, edhe aludojnë në formë direkte edhe me thënien e Allah xhalla ala subhanalladhi asra bi'abdihi. Që po thotë Allah xhalla ala qoftë i pastru i lartësuar Allahu i cili e ka bë me udhtu robin e tij bi'abdihi. Do thotë që robi i tij është për qëllim pra diçka konkrete, diçka fizike e jo vetëm shpirti i tij. Domethënë e ka bë udhtimin edhe me trup edhe me shpirt që aludohet edhe nga ajeti në formë direkte, për arsye se Allah xhalla ala ka thonë robin e tij e ka ngrit, e ka bë me udhtu, jo do thotë vetëm shpirtin e tij. Për arsye se nuk do të ishte logjikshme të përmendet vetëm shpirti me termin robi i tij. Pastaj robin e tij, ndoshta është e nevojshme të shpjegohet edhe kjo, Allah xhalla ala e ka përmend pse s'ka thonë të dërguarin e tij, ose me thonë pejgamberin e tij ose Muhamedin në emër me përmend, po e ka përmend robin e tij. Robin e tij është epitet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka përmend Allah xhalla ala me një epitet çashtu që ndoshta në kohën bashkëore e konsiderojnë do thotë si një lloj me thonë kushtimisht nënçmimi ose për ulje mi thonë dikujna që është rob i Allahut. Mirë po tek ne, ata që e njohin Islamin, edhe kuptojnë realitetin e asaj që na thret feja jonë e pastër, e dim që epitetin më të madh që mundet me pas njeriu në këtë dynjë është me qenë i nënshtruar ndaj Allahut të Madhërisht dhe domosdoshmë rob i Zotit, krijuesit të çdo gjëje. Kjo është epiteti më i madh që mundet me pas njeriu në këtë dynjë. Prandaj edhe Allah xhalla ala me këtë term e ka vlerësu edhe e ka ngrit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se termet edhe në shqip, edhe e keni parasysh, nuk është njëjtë sikur me e përmend dikun me thirr me emër ose dikun me ja përmend epitetin. Apo kupton? Është të thot një vlerë, është një nder, apo? Edhe kjo për këtë shkak edhe Allah xhalla ala e ka përmend me këtë term për me tregu vlerën edhe rëndësinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tek Allahu i Madhërisht, për arsye se vërtet ai është që ja ka dhënë hakun domethënies së fjalës rob, me qenë rob i Allahut të Madhërisht, pra i nënshtruar edhe i dorëzuar vetëm ndaj Allahut të Madhërisht. Prandaj e saktë është se pra ky udhtim ka qenë edhe me shpirt, edhe me fizikisht, dhe nëse e mohojmë se ka qenë vetëm me shpirt ose ka qenë ëndër që është edhe më e padrejt, atëherë shumë hadithe të cilat i transmeton edhe Buhariu edhe Muslimi, domthon i bjen fjala që ato mi refuzu ose mi anulu, mos mi pranu për me lanë do thot atë mendim apo atë thënie. Me një fjalë, dhe ky është ai dallimi mes vërtetimit apo parimit të ehlisunetit edhe parimit të drejtime apo sekteve tjera, se sekte tjera faktikisht e ngrisin një ide të caktuar apo një mendim apo një çështje të caktuar, pastaj mundohen me hulumtu me i gjetë argumentin që asaj ngjarje që aludon atë edhe me i mohu të tjera që ndoshta e rrëzojnë atë pretendim të tyre. E te ehlusuneti mas pari hulumtohet të dhënat edhe nga Kurani famlart, edhe nga hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe mbaz asaj vërtetohet çështja. Sikurse për shembull kemi të bëjmë me çish kemi fol kur kemi shpjeguar akide të emrat edhe cilësitë e Allahut të Madhërisht. Ehlusuneti pra mas pari hulumtojnë të dhënat që japen nga Kurani famlart dhe pejgamberit hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe vërtetojnë gjëra, edhe mohojnë gjëra që kanë mohu Kurani dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse disa grupacione mas pari e qesin supozimin apo pretendimin e tyre. Ata thonë që Allahu nuk është njëjtë sikur se krijesat, apo edhe nëse na i caktojmë cilësi
që mund me qenë të afërta apo të ngjashme me krijesat, atë e kemi përgjasu Allahun me krijesat. Pastaj e bim parimin që Allahu xhallahu ala është diçka që është mbi krijesat, edhe është diçka që s'ju përngjan domthonë cilësitë e tij nuk i përngjan cilësitë e krijesave. Pastaj kur vjen ajetet që flasin për po e thon kushtimisht dorën e Allahut ose diçka nga cilësitë e tij, atëherë fillojmë me i mohu duke supozuar që na po e mbrojmë parimin që ai nuk është i njëjtë sikurse krijesat. E që faktikisht me këtë kanë mohu edhe disa cilësi prej cilësive të Allahut Madhërisht. Kurse tek ehli sunneti themi çka vërtetojmë ato që ai ka vërtetuar Allahu i Madhërisht në Kur'anin famlar për veten e tij dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e sakta për qenjen e Allahut Madhërisht dhe i mohojmë ato që i ka mohu Allahu i Madhërisht në Kur'anin famlar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e sakta. Dhe ky është ai parimi qysh ehli sunneti i vërteton edhe flet për gjëra dhe parimi i disa grupacioneve të cilët pra i qesin parimet ose gjërat edhe pastaj hulumtojnë argumentin për të. E keni parasysh? Kjo është e rëndësishme. Tash edhe në çështjen e Isras dhe Mirajit, disa nga grupet devijante, sikurse Mu'tazilit, nga pretendimi që tash me thon njëri ka udhëtu me rana një pjesë të natës prej Mekës me shku në Mesxhidul Aqsa që posaçërisht para një shekulli me thon kushtimisht që i vetmi udhëtim është kuptu me kanë në kam, me deve ose me kali, jo me diçka tjetër, hajde në kohën bashkëore mundën me kanë e kapshme, adin, se tash njerëzit udhtojnë do thot në intervale të shkurta, një kohë do thot të shkurt, po atëherë nuk ka qenë e kapshme, kanë ra si prej e kësaj që logjikisht kjo s'mundet me kanë e kapshme, edhe kanë thonë për me u liru nga kjo pengesë, me thonë kushtimir, kanë thonë ka qenë me shpirt, që faktikisht shpirti mundet me udhëtu, edhe kanë mendu se e në rahatu, edhe e kanë largu nga vetja të barën me argumentu për këtë ngjarje. A keni parasysh? Kjo qasja, edhe e kanë mohu, kanë thonë ka qenë ngjarje me shpirt, edhe janë mendu që është do thotë që kjo është dalja nga kjo që dikush mund të më thonë, a jetu logjikuti, mrena natës me udhëtu prej Mekës në Jerusalem, çfarë ka thuti? Ai e vetdijshëm. Domthon edhe ai e nin veten ngusht, tash qysh. Domthon logjika s'pe kap. Ka hajt të bëjmë domthon çështu edhe po dalim nga kjo vështërsi ose nga situata rrethon që s'po mund me argumentu me të. E mos flasim pastaj ngjarjen me shku pej Jerusalemit në qiellin e 7, që logjikisht edhe kjo e pakapshme. Qysh mundet me ndodh kjo kur njeri me thonë sa kilometra me shku ma nalt, s'ka mu oksigjen, edhe s'mundesh mu me marr frym, edhe qysh ka shku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në qiellin e 7, edhe këtu kur flasim tek qiejt, edhe që përmenden qielli i parë, qielli i dytë, çashtu që do të përmenden në hadithe të sakta që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka depërtu, do të me pas parasysh se posaçërisht kjo ka ndodhur në kohën e komunizmit, edhe kur njerëzit kanë qenë në rrethana dhe situata kur ka ndodhur dalja e njeriu në hapësirë edhe fluturimi me anije kozmike, që vërtet ka qenë një arritje e madhe për kohën bashkëkohore, me me dal prej qiellit të kësaj dynjaje, me thonë domosdoshmë prej këtij atmosfere të kësaj dynjaje, nuk do të thotë që qielli i parë është i kalu, apo kupton? Për arsye se këto 7 qiell që flitet në Kur'anin famlar, edhe në hadithet sakta të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në bazë të shpjegimit që e bojnë ulemat, edhe aludimit të disa haditheve, kur i aludohet edhe kur flitet për qiellin e dynjas, nuk është për qëllim që ky qiell që e shohim ne, po është për qëllim krejt kjo galaksia të sën e kemi në dispozicion, dhe këto miliona, miliarda, triliona trupa qiellor që ekzistojnë edhe që vëzhgohen ndoshta me vështërsi, me teleskopa të ndryshme, kjo domosdoshmë është një qiell. Nuk është do thotë se të i kalohet, si të kalohet do thotë ky qielli i dynjas është arrit do thotë kati i parë, tash po shkojmë në qiellin e dytë. Po qielli i parë është do thotë kjo qielli i dynjas është kjo, do thotë e para. Pastaj sa që faktikisht
edhe në bazë të rrethanave që konsiderohet diçka e pamundur të i kalohet për njeriu. Për arsye se njeriu nuk ka mundësi me udhëtime të gjata edhe në aspektin e kohës, edhe në aspektin e mundësive që i ka me të i kalu diçka për arsye se thonë shumë edhe njerëz që mirën me shkencën e astronomisë edhe astrofizikës në përgjithësi, që ka me biliona trupa që nuk dim domthonjë që kjo rruga e qumshtit që realizon do thotë çat lëvizje të vazhdueshme që shpjegojnë dhe ma gjepsen njerëzit në madhështinë e kësaj, do thotë është vetëm një pjesë e vogël e krijimtarisë së Allahut të Madhërisht që na nuk kemi mundësi edhe me perceptu. Ndoshta e keni pa edhe ju në incizime kur e shohim për shembull madhësinë e kësaj bote që jemi ne në këtë dynjë në krahasim me planetet tjera të cilat i kemi afër. Jo do thot planetet e lartë, do të thonë këto planetet afër që njihen, do të thotë sa është madhësia e tyre në krahasim me tokën. Që domthonjë është diçka e jashtëzakonshme nëse vërtetohet edhe shikohet. E pa tha dëgju para një kohë një prononcim domthonjë njëri që mirret me shkencën e astronomisë thotë apo i shpjegoj ke tokën sa është e rrumbullak domthonjë këtë formën që e ka, pastaj kodrat sa janë do thotë të ngritura edhe sa janë të mëdha, thotë nëse e marrëm edhe çat krahasim sa janë të mëdha këto kodrat që faktikisht nëse e shikojmë nga nuk është këtë rrumbullak toka në kuptimin e rrafsht, po ka kodrina, ka male, ka do thotë ngritje përpjet e kështu me radhë, mirë po nëse e zvoglojmë atë, edhe atëre bëhet më e rrafsht se një sferë e zakonshme që mundem me pas në dorë. Domethënë çast që do thotë nuk kanë kur farë peshe që këto kodrat edhe malet e larta që janë ngritura në tokë. Domethënë ajo dallimin mes luginës edhe malit më të lartë do thotë që ekziston, cili është Mont Everesti apo domthonjë nëse po të zvoglojë toka nuk do të vrehej fare, do të ishte këtë e rrafit. Se domthonjë nuk çon pesh do thotë çato ngritje edhe ulje që ekzistojnë në tokë. Domthonjë çaç është do thotë e pa vlerë në krahasim me madhësinë e tokës, nëse e zvoglojmë do thotë çashtu mbetet. E shihni ju domthonjë çato kilometra që janë të mëdha vinë do thotë në krahasim me tokën as me milimetra. Nuk është dallim do thotë edhe ngritje e nalt që mundet mu vret me sy, madje edhe në prekje. Pra, ajo që na po shohim edhe çka po vrejmë, domethënë është diçka shumë e vogël, edhe mundem me thonë se arritje për njerëzimin nuk ka dyshim, mirë po në krahasim me ekzistencën edhe atë që ka kriju Allahu i Madhërisht është do thotë një pikë e vogël në oqeanin e madh të ekzistencës që e ka kriju Allahu i Madhërisht këtë dynjë. Prandaj themi që edhe kjo ngritje, ndoshta dikush thotë qysh tash është e mundur kjo ku është ajri, qysh ka arrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me realizu këtë udhtim në çfarë forma e kështu me radhë, atëherë themi që kjo ka qenë një dhunti që Allahu xhallahu ja ka mundsuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe ka realizuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam udhtimi dhe është diçka që na e vërtetojmë për arsye se është e bazuar në argumente të qarta dhe të sakta që e vërteton edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe të shumta, prandaj edhe besojmë edhe si ka ndodhur ajo është do thotë në Allahu xhallahu ka krijuar gjëra që e dimë dhe si dimë ne. Posaçërisht nëse e përmendën shembullin që ka kriju atë shtazën e cila ka realizuar udhimin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me të, domthonë kemi njohuri vetëm ato që janë përmend në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po nuk kemi njohuri tjera për arsye se Allahu xhallahu ka krijesa që na nuk dimë çysh është edhe çysh jetojnë edhe çysh funksionojnë atë, prandaj ndalemi aty sa kemi njohuri edhe nuk mohojmë diçka pse s'na kap ose s'është i aftrun jon me e perceptu për arsye se kemi shumë gjana në këtë dynjë që nuk kemi mundësi me i perceptu, megjithatë ne i besojmë ashtu siç janë. Pra inshallah vazhdojmë javën e ardhshme me i shpjegua ato detajet edhe ngjarjet konkrete të cilat kanë ndodhur në ngjarjen e Isras edhe të Miraxhit.
Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ju shpërbleft.